Desha t'ju tregoj një fenomen optik shumë të vogël që Newtoni e ka vënë re në vitin 1675. Quhet rradhat e Newtonit. Është një fenomen interferometrie që formohet nga drita që kalon midis dy xhamave, njëri i shesht dhe tjetri konkav. Dhe mu në mes në pikën e takimit formohen këto rradhat bashkëndror që fillojnë të hapen edhe fillojnë të zbehen në zhduke. Newtoni e ka vënë re këtë në vitin 1675. Kjo formohet nga një plan një xham i drejtë dhe një xham me një hark. Sa më i vogël harku, sa më i drejtë gati xhami, aq më i madh duket rrethi. Sa më harku madh, aq më rrethi vogël duket. Unë kam marrë harku më të vogël të mundshëm që gjeta me xhamat dhe po ta vendosim sipër, e të shohim këtu në mes, në pikën e takimit, dhe të shohim rradhat e Newtonit. Ky eksperiment na tregon për natyrën valore të dritës, e cila nuk u shpjegua dot në Newtonin atkohë, por u shpjegua gati 2 shekuj më vonë. Njëkohësisht ky eksperiment na tregon që detajet, informacionet janë të fshehura rrotullesh dhe duhet një sy i vëmendshëm dhe një mendje kritike për t'i detektuar, analizuar dhe për t'i zbërthyer këto lloj misteresh.